Në një bised prekse mes Stenaldos dhe Luizit, ky i fundit ka zgjedhur t'i rrëfej momentet e vështira që ka kaluar në jetë. Ai u shpreh se një vit përpara se të bëhej baba, kishte humbur të gjitha shpresat dhe shtoi se një moment tentoi të jepte fund edhe jetës. Unë, 38 vjeç, u bëra baba. Unë isha 37 kur i kisha humbur shpresat. Thoja që nuk ka njeri për mua, nuk do kem kur familje, nuk do jem kur krye familjar, nuk do jem kur një shembull i fëmijës tim. U mësova me këtë dhe e kam vuajtur shumë, kam jetuar vetëm dhe vetmia nuk ka gjë më të keqe, por po u mësove nuk të prek asgjë. Në vetmi ti kalon gjithçka, kalon në depresion, në stres. Kam tentuar të bëj gjithçka, kam tentuar edhe budallaqe, kam tentuar të bëj një budallak shumë të rënd, që ishte t'i jepja fund jetës. Është e rënd, por çfarë ndodh? Po e kalove këtë fazë, shkon te faza që bëhesh shumë i akullt dhe shkon në atë pikë që thua, kur kësaj bote nuk i intereson për mua, pse më duhet mua të më interesoj për këtë botë? Aty stopon gjithçka, aty ke rrugën më të rëndësishme, u shpreh Luizi në bisedën e tij me Stenaldon.